Kjo ndërtesë shumë pranë buzës së detit në Sarandë, të paktën në 70 vitet e kaluara, ka pritur mijëra fëmijë të posaardhur në jetë, ndërsa prej 7 vitesh kur u ndërtua dhe nisi të funksionojë materniteti i ri si një blok më vete, pranë spitalit bashkiak Petronako, këtë ndërtesë e ka mbuluar jo vetëm heshtja dhe haresa. Siç duket edhe nga pamjet që sill kamera e Blu Televizione, vazhdon të jetë mbyllur brenda rrethimit të hekur të dikushëm, por kjo nuk ka mundur të mbajë larg edhe dhurinat e shumta që kanë kapërcyer rrethimin. Për te i hekurave ato janë bërë pirk në sallat e lindjes, në domat e nënave apo të fëmijëve, në vendin ku ishte kuzhina, lavanteria e kudo, prapa hekurave të dritareve pa xhama dhe pa jetë. 4 vite të shkuara gjatë inspektimit të investimit që po kryej në shëtitoren e Sarandës, te kjo godin do të ndalte shikimin dhe hapin vetë kryeministri Rama. Ai tha se ndërtimet që kanë rrethuar këtë godin në pjesën ballore të saj do të pastroheshin dhe hodhi iden që ish materniteti të kthehej në një muze arkeologjik. Nga viti 2021 kanë kaluar edhe 4 vite të tjera dhe braktisja e godinës së ish maternitetit është bërë edhe më e dukshme dhe më zotruese. Qytetarëve që u qellon të kalojnë andej u dallohet në vështrim nostalgjia dhe keqardhja për fatin e kësaj ndërtese historike që e ka mbuluar heshtja dhe misteri se përse po lihet në këtë braktisje të pashpjegueshme. Ish maternitetin e vjetër nuk është gjë mirë që të ngelet ashtu, ta bëjnë diçka, ta bëjnë një muze, një gjë, mos ta lënë ashtu pa zot. Nuk është ide mirë të ngelet ashtu bosh. Shpresoj të rregullohet. Çfarë mendon kur kalon këtu në këtë godinë që është historike për Sarandën, kush e di sa fëmijë ka pritur dhe tani është lënë në mëshirë të fatit? Tash e ka lënë në mëshirë të fatit edhe pritet se kush mund ta marrë. Pritet një që ta marrë tash se vali ka vjet asnjë lloj ndërtimi asnjë lloj gjë fare në Sarandë. Do ta lënë për çfarë më mirë kryes shteti. I lënë kështu para rruar ka bler. Sa duket. Me pakta që mund të bëhet do të ishte përdorimi i mjediseve të shumta të kësaj ndërtese për akomodimin e institucioneve shtetërore, jo pak prej të cilave funksionojnë në mjedise private, për të cilat paguhen qera jo të vogla. Ish materniteti i Sarandës është një godinë historike dhe për vetë fakti se ajo datohet si ndërtimi i vitit 1936, derisa t'i vijë ora zbatimit të idesë për të shërbyer si muze arkeologjik, ku të mund të ekspozohen resurset e mëdha të rajonit, duhet i jepet fund braktisjes